do na thonë dhe me qerulet e portës. Përshëndetje zemrat e bukura, mirë se erdhet në vlog me Elin. Hapjen po e bëj këtu tek shtëpia e re. Jam tek dhoma e Adrianes. Edhe po të shikoni, do me thënë, janë dollapi Adrianes, se do shkojmë përësisim edhe krevatet, edhe të Argitës edhe të Adrianes, edhe dua të them që çdo gjë që është bërë në shtëpi Fatmiri ka menduar, për shembull, që unë të mos vuaj për të pastruar. Nëse shikoni te garderoba, shikoni që nuk ka asnjë lloj kanali, punimi, dizajn, as dollapi, as dyert. Janë bidevi, plak, siç është, domethënë druri. Edhe i kam zgjedhur ngjyrë gri të ëmbël. Këtu në kamerë duke pak më të errët, por janë shumë të hapur. Do t'ju ja tregoj nga krau tjetër i kamerës, me dritë që ta shikoni. Edhe ka menduar pra çdo gjë që ka bërë në shtëpi e ka bërë që unë mos pastroj, domethënë mos vuj shumë kur pastroj. Sepse këto kanalet që kanë dizajnin, që kanë dyert edhe dollapet, unë vuj shumë se i pastroj me kryqëzat e dhëmbëve dhe me letrat laugura ose me çdo gjë, po që tek cepet ato sinqerisht duan shumë punë, prandaj edhe Fatmiri ka menduar edhe dyert, edhe garderobat t'i bëj dollape, domethënë bidevi. Është ngjyrë e ëmbël, domethënë, është gri e ëmbël. Ka njolla, sepse duhen pastruar, i kam bërë ato që i kanë vendosur. Kam zgjedhur këto doreza, edhe dera për shembull është po kjo ngjyrë. Pastaj tjera do vendosen të bardha, duke qenë s'doja që shtëpia domethënë të ishte gjithë e bardhë. Këtu jemi tek dhoma e Argitës. Kemi për të vënë kangjëllat me xham. Edhe dollapi i Argitës, po është njësoj me të Adrianes, domethënë, edhe rafte, edhe për të varur rrobat. Si që ja tregova pra, tani unë nga që erdha këtu, në një moment tani nuk ka njeri, sepse do vinë, kanë shumë punë për të bërë, shumë punë, flas për pjesën jashtë, oborrit, jo këtu brenda, këtu janë disa gjëra të vogla që do t'i vendosin, domethënë, dita ditës që do bëhen, vetëm ato kanë ngel. Por puna më e madhe është jashtë, ndërsa brenda pothuajse jemi duke pritë edhe disa porosi që kemi bërë, dhe jemi në pritje, s'ta kanë ardhur akoma. Më duhet që të kthehem në shtëpi edhe do marr edhe pak robet sportive, sepse kam filluar edhe një palestër, të paktën jam shumë e ngarkuar dhe s'kam bërë më ushtrime në shtëpi, sa më bëj shpesh në shtëpi, në mëngjes e kam shumë ditë, dhe tani më duhet që të shkoj në palestër, pastaj prap do ndrohem, do shkoj në shtëpi, do bëj dush, edhe do shkoj, do bëj supermarket haul. Do bëjmë supermarket, do atë bëjt diçka për gocat. Nuk e di, domethënë çfarë mund gatoj ndonjë gjë të shpejtë deri që të han diçka para se të vinë nga shkolla. Edhe erdhe në supermarket, shkoni pak edhe çmimet, me thënë domatja, kjo është domate rrush, me sa di që quhet, janë shumë të mira, shumë të freskëta. E do shikojmë edhe këte me radhë, në fakt doja pak patlıgjana, 3,59, do me thënë t'ikën truri, të ketë patlıgjana kaq shtrenjtë, do me thënë të bëhet patlıgjani luks. Mora sallat jeshile, kjo sallata më pëlqen shumë,
Edhe tjetër mora pak banane që su tregova dhe një buk tosti edhe lule shtrydhe mora. Tu do marrë edhe limona, po nuk mora shumë, disa kokra. Do marrë edhe këtë bukën që quhet buk bastuni për ta bërë brusketa. Tu do të marrë pak xhaxhiqin e pëlqejmë shumë, në fakt edhe kur bëj brusketat i lyej. Do marrë edhe këtë sallamin me gjeldetit të tymosur, edhe qumësht, qumshi është gjithmonë tavolinën tonë. Do të marrë edhe këtë mini pandorën, me krem pistachio edhe këto lëngun e frutave që janë mix, këtë më shumë i përdor Adriana. Do të marrë edhe kryesant, këto kryesantët unë baroj, me thënë unë ha shpesh, edhe Fatmiri merr në punë mush xhepat, një 2-3 me vete, këto me qershi janë super të mira. Thash marrë edhe një sfumante, e pim me Fatmirin e mbrëmje këtë. Kjo është ice. Ice është edhe me gota të ftohta edhe për ta vendosur në akull. Do të marrë edhe ujë, do marrë 2 koli me ujë, një të madh dhe një të vogël. E do të bëj pak brusketa, t'i vendos pak përpara që t'i pjek pak, pastaj do t'i hedhim edhe domate, djath, edhe pak rigon, pra do t'a shikoni, dalin super të mira, unë i bëj shpesh këto për gocat. Edhe voilà, ja dhe brusketat, unë vetëm një do ha sa aq më ngelet, se ty do t'jaj Fatmiri, një Adriana, unë me Adriana nga një, se Adriana aq ha. Erdha në shtëpi, do bëj një dush, edhe ajo që do t'ju them do të shihni në videon tjetër, pra, në next video. Kështu që po e mbaj fjalën pak nga pak, po jo tregoj shtëpinë. Kam power bank, sepse bateria s'ka është në fund. Edhe kështu që do të shihni në videon tjetër. I keni videot, domethënë vlogje të shkurtra, nuk do t'i keni të gjata, me që është edhe na i ka marrë shikueshmërin Big Brother, kam thënë edhe them. Jam dhe unë një nga ato, prandaj që shikoj. Do të shihemi në videon tjetër.